Alhamdulillahi Rabbil Alamin, as-salatu as-salamu ala man la nabiyya ba'da. Shenja e radhës nga shenjat e vogla të kiametit, pra që janë ngjarje që paralajmërojnë afrimin e kiametit dhe paraprinë atë, është marrja e diturisë nga të vegjëlit. Marrja e diturisë nga të vegjëlit. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij, inna min ashrati as-sa'a an yultamasu al-ilmu 'inda al-asaghir. Për shenjave të kiametit është marrja e diturisë nga të vegjëlit. Cili është kuptimi me të vegjëlit në këtë hadith? Kuptimi me të vegjëlit në këtë hadith janë njerëzit e paditur, apo ata të cilët dinë diçka dhe flasin për gjithçka. Ka lexuar 1, 2, 3 libra fetar, ka dëgjuar 2, 3 ligjërata fetare, apo mund të ketë marrë dhe dituri tek ndonjë dietar, por prapë është i kufizuar. Por megjithatë, ai flet për çdo çështje të fesë. Për çdo ngjarje që ka të bëjë me umetin, ai jep fetvan e tij, jep analizat e tij, jep gjykimet e tij dhe sa janë shtuar njerëzit e tillë sot. Njerëz të cilët nuk kanë bagazh fetar, diturie, mund të jenë shumë të ditur në çështjet e tjera të dynjas, në fusha të ndryshme të dynjas, por megjithatë i gjejmë predikues nëpër xhamia, i gjejmë predikues në salla të mëdha, drejtuar xhamatit, si ata të kuptojnë fenë, si ata duhet të kuptojnë çështjet fetare. Pra zen apo marrin rolin e hoxhallarëve, apo rolin e njerëzve që janë kompetent për të folur për fenë. Profeti alayhis salatu selam na tregoi se kjo është nga shenjat e kiametit. Dalja e njerëzve të tillë që janë kudo, si në vendin tonë, po do të gjesh edhe në botën arabe. Do të gjesh njerëz të cilët janë për shembull i specializuar për bujqësinë, për blertorinë dhe del flet për çështjet e umetit. Del nëpër televizione, nëpër rrjetet sociale dhe tregon se çfarë duhet bëjnë muslimanët, çfarë duhet bëjnë dietarët e tjerë. Dhe ai është askushi. Apo akoma dhe më tjesh fillon dhe kritikon dietarët. Por gjithashtu hadithi përfshin edhe bidatçint. Hadithi përfshin edhe bidatçint. Jo vetëm njerëzit të cilët japin fetva apo flasin për fenë sipas mendjes së tyre dhe jo sipas diturisë fetare, përfshin edhe bidatçin, por përfshin edhe të vegjëlit në moshë. Sepse mund të jetë një djalë i ri që kërkon dituri fetare, është duke mësuar fuqishëm. Por prap për shkak të moshës së ka dhe fillimi që është fakti që është akoma në fillimin e rrugës dhe nuk e ka plotësuar diturinë fetare, nuk i lejohet atij që të marrë përsipër çështje që janë përtej diturisë. Dhe as nuk i lejohet të tjerëve që të lejnë dietarët e mëdhenj të kompletuar në diturinë e tyre, të lejnë ata në shenjë braktisje dhe të marrin diturinë nga njerëzit e tillë, të marrin fenë nga njerëzit e tillë që janë të mangët akoma. Mund të jenë të sinqertë, por janë të mangët. Nuk duhet. U pyet Abdullah ibn Mubarak, dhe kush është Abdullah ibn Mubarak, nga imamët e dietarëve në atë kohë, se cili është kuptimi i fjalës së profetit alayhis salatu selam me të vegjëlit. Tha ata të cilët flasin sipas mendjes së tyre. Ata të cilët flasin sipas mendjes së tyre. Pra, ajo analizë që bëjnë, ai mendim që japin, ajo fetva që japin, nuk është e bazuar në fe, por tek arsyeja e tij, tek logjika e tij. Dhe thot Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu, sahabi profetit alayhis salatu wassalam,
Njerëzit thotë do të jenë akoma të mirë për aq sa e marrin diturinë nga sahabët e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Dhe nga të mëdhenjt që kanë, pra dietarët e mëdhenj, kompetent, e kur u kthehen të vegjëlve, pra marrin diturinë të vegjëlit, shtatrohen. Në kohët e fundit, sa fitne kanë ndodhur në këtë ummet? Shumë. Fitne me përmasat mëdha, me gjardërdhje, me shtatrimet vendeve, vrasje të muslimanëve, shtatrimit e ekonomisë e vendeve të tyre, kaosit në vendet e tyre e tjerë. Pse? Për shkak të fetvave që dhanë të vegjëlit dhe turma i ndoqi. Dhe lanë më një fetvat e dietarëve të mëdhenj, të kompletuar, kompetent për të folur për çështje të tilla. Dhe ndoqën fetvat e njerëzve jo kompetent të vegjël dhe u shtatërruan, siç thotë Ibn Mesudi. Me të vërtetë u shtatërruan. Allahu na rujt. Prandaj edhe në kohën e sotme ne duhet të jemi shumë kujdesshëm nga kush e marrim fen. Rrjetet sociale kanë anën e tyre pozitive, por kanë edhe anën e tyre negative. Prandaj muslimani duhet të jetë xheloz, strikt nga kush e marr fen. Dhe kur themi marr fen, ligjëratat që ai dëgjon, hutbet që ai dëgjon, librat që ai lexon, të kujt janë? Se sot të flasësh për fen është bërë një çështje pa porta. Gjithkush në rrjetet sociale flet për fen. Jep përshtypjet e tij, jep analizat e tij, jep gjykimet e tij për çështjet e ummetit. Ai s'është askushi. Ai s'është gjë. Ai është askushi. Por flet. Ka lexuar 2-3 libra në gjeopolitik, edhe i duret vetja kompetent. Pa ditë gjykimi fetar për këtë çështje, flet. Ndërkohë që për çështjet e mesit, për çështjet e abdesit, për çështjet e guslit, që janë diturit fillestare të fikut, ai akoma pyet. Ama për çështjet e ummetit, mashallah, ta jep fetvan. Prandaj muslimani duhet të jetë i kujdesshëm. Një tjetër shenjë për të cilën ka paralajmëruar profeti alayhi salatu wassalam është shfaqja e grave të veshura, por të zhveshura. Si, dy gjëra të kundërta. O njeriu është i vesh, o i zhvesh. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij: Se yakun fi akhiri ummati nisaun kasiyatun ariyatun ala ru'usihinna ka asminatil bakht il'anuhunna fa innahunna mal'unat. Në kohën e fundit të ummetit tim do të dalin, do të shfaqen, pra si fenomen, gra të veshura, por të zhveshura. Mbi kokrat e tyre kanë si gungrat e deveve. Mallkojini ato, sepse janë të mallkuara. Dhe në përcjelljen e Imam Muslimit, thot profeti sallallahu alaihi wasallam: La yadkhulunna al-janna wa la yajidna rihaha. Nuk kanë për të hyrë ato në xhenet dhe as kanë për ta ndjer aromën e xhenetit, edhe pse aroma e tij ndihet nga kaq e kaq larg. Cili është kuptimi me të veshura, por të zhveshura? Kanë thënë dietarët. Gratë të cilat veshin rroba të shkurtra. Ka rrobe, por e ka të shkurtër, e zbulon trupin e saj. Ajo nuk mund të quhet e veshur fetarisht. Sipas shariatit nuk është e veshur. E dyta,
mund të jetë rrobe, mund të jetë mbuluar gjithë trupin, por e ka transparente, të i dukshme rroben. Dhe sot kanë arritur, kanë dalë disa veshje që aq transparente sa që edhe vithet apo kraharorin e gruas e zbulojnë. Pra mund të jetë mbuluar, por është aq e hollë copa, duket çfarë ka përtej copës. Prej kofshëve të saj, vitheve të saj, kraharorit të saj e tjerë. Ka rrobe, por edhe s'ka rrobe, por edhe se mbulon. E treta mund të jetë ngushtë, sepse nga rregullat e hijabit fetar është që të mos e trupëzoj trupin, mos duren gjymtyrët e trupit. Mund të jetë mbuluar, por hijabin e ngushtë. Trupëzohet trupi. Shamin e ka të vogël, nuk e mbulon kraharorin dhe gjymtyrët e saj. E ka të shkurtër, trupëzohet shpatullat, trupëzohet kraharori, duket e tjerë. Dhe e tilla nuk është e veshur. Hyn tek hadithi, Allahu na ruaj. E katra është e çara. Mund të jetë rrobe e gjatë, por e çarë. Momenti që bën një lëvizje, duket trupi i saj, mund të jetë pantallona poshtë, por i ka të ngushta, duken këmbët, format e këmbëve të saj. Profeti sallallahu alaihi wasallam lajmëroi për diçka të tillë. Cili është kuptimi me në kokrat e tyre kanë si gungrat e deveve? Kuptimi është që mënyra e kapjes së flokëve, gërshetave, masës së flokëve të tyre, lart, kështu e ngrenë. Siç ka deveja të gungrën mbi kurrizin e saj që i ngritur, edhe atyre ashtu duket. Një model i tillë i flokëve i ndaluar në fe. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, mallkojini ato sepse janë të mallkuara. Një tjetër shenjë, ndihma e zullumqarëve. Pra, njerëzit do të ndihmojnë zullumqarët dhe ky normalisht diçka e tillë ka ekzistuar me kohë, por në fund të kohës do të jetë fenomen i përhapur. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij, yushiku in talat bika mudda an tara qauman fi aydihim mithlu adhnabil baqar yaghduna fi ghadabillah wa yaruhuna fi sakhatillah. I thotë Burerës, nëse jeta do të zgjatet, do të shohësh njerëz të cilët në duart e tyre mbajnë si bishtat e lopëve, dhe të tillët gdhin në zemërimin e Allahut dhe ngrysen në zemërimin e Allahut. Gdhin në zemërimin e Allahut dhe ngrysen në zemërimin e Allahut. Dhe tek në një përcjellje tjetër, gdhin në urrejtjen e Allahut dhe ngrysen në mallkimin e Allahut. Dhe tek muslimi, dy kategori, thot profeti alayhi salatu wassalam, nga njerëzit e zjarrit nuk i shoh. Nga ata që janë në zjarr. Njerëz të cilët mbajnë në duart e tyre shkopa si bishtat e lopëve, me të cilat rrahin njerëzit. Policët. Kur sillen padrejtisht bëhet fjala, jo se kur është me të drejtë, sepse rrahja me të drejtë është edhe ndëshkim penal, fetar. Por këtu kemi të bëjmë kur e përdoret në mënyrë të padrejtë. Ndaj njerëz, ndaj popullit të varfër, ndaj popullit të dobët, të pambrojtur, e tjerë, ai shfrytëzon të drejtën ligjore që ka për të rrahur edhe godet padrejtësisht, e tjerë. Thot Ebu Said dhe Ebu Huraira, dy sahabët e profetit alayhi salatu wasallam, se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, do t'ju vinë juve prijesa që afrojnë apo marrin pas vetes njerëzit më të këqij. U japin detyra, poste, ministra, deputet, i bëjnë deputet, edhe pse mund të jetë llum, mund të jetë i përkrahur nga bandat,
mund të jenë njerëz me të shkuar kriminale, mund të jenë njerëz pa dinjitet, pa karakter, pa moral, rëndësita të mbledhin vota, që të mbajnë gjallë, të japin frymë, të keqes, të japin pushtet, të keqes e tjerë, do të afrojnë njerëzit më të kreqinj, duke u dhënë atyre detyra, duke u dhënë atyre përkraje e tjerë, dhe do të avënojnë namazin nga kohët e tyre. Kjo nga shpërfillja e fesë. Pra, do të nxjerrin vendime, ligje që ky ezan thirret në këtë orë, ky në këtë orë, pra jashtrohet, deri jashtrohet. Ai i cili për ju që arrin një kohë të tillë të mos pranohet të jetë kryetar, kuptimi kryetar të qoftë edhe një lagjeje, pra qoftë edhe një grup i vogël njerëzish. Dhe as polic, dhe as tartësa mbledhës, dhe as arkëtar. Pra qëllimi i hadithit profetit alayhi salatu wasallam është që kur vendin e drejtojnë njerëz të tillë, të kreqinj, që bëjnë padrejtësi, ti mos u bëj pjesëmarrës në padrejtësinë e tyre me anë të postit, detyrës që ke. Mund të jesh dhe në punës. Mund të jesh dhe në punës, siç mund të jetë për shembull njëri që dhe gjoba në mënyrë pa drejtë. Mund të jetë polic, rrugor, dhe gjoba për mungesë siguracionit makinës. Si gjithë siguracionit makinës është ndaluar fe, sepse është një lloj takse e detyrueshme, e dhunshme, duke u mbrojtur me tarë ligjor, që e bëjnë vetë ata, dhe që i merret nga pasuria e njerëzve pa dëshirën e tyre. Nuk dua unë të paguaj siguracion. Po më dëmtu makina e paguaj vetë, nuk du të ma paguash ti. Apo i vend tartësa bizneseve në mënyrë pa drejtë, dhe ti punon në atë institucion, dhe shkon dhe i kontrollon. Apo u merr tartësat, apo i ve gjobë në mungesë të tyre tartësave që janë pa drejta. Zullum nuk lejohet, e ke përkrah. Por nëse me anë të detyrës që ke e minimizon, i mbron njerëzit nga zullumi, i toleron, i mëson si çmanden e tjerë, atëherë nuk ka problem, lejohet. Sepse ti po përhap khairin në këtë rast. Dhe po e dobëson të keqen. Ama që të marrësh, të japësh për shembull, marrim shembull, ta themi, patronazhistët, me që është bërë fenomen shumë i rëndë për shoqërinë, edhe i rrezikshëm për të ardhmen e këtij vendi. Muslimani zoti jetë patronazhist, sepse është musliman, është rob i Allahut. Është në shërbimin e fesë së Allahut. Dhe Allahu urdhëron bil ihsan, për të mirën, dhe ndalon nga e keqja. Ndërsa sistemi që shpiku këtë lloj fenomeni është sistemi i djallit. Njerëzit që na udhëheqin janë iblis me fytyra njerëzore, me shpirt katran. Një hajdut që vjedh një popull të varfër, përveç se një hajdut është edhe një shpirt katran. Ai i cili vjedh burrën e fukarajt, ilaçin e të sëmurit, arsimimin e fëmijëve, ai i cili vjedh nevojat bazike të njerëzve, nuk është vetëm hajdut, por është edhe shpirt katran. Dhe njerëzit e tillë kanë pushtetin sot. Është problem i madh për muslimanin të bëhet përkrahësi të tillëve. Të mbledhi vota për njerëzit e tillë, për pushtetet të tilla. Allahu na rujt, do të përgjigjet. Vallahi do të përgjigjet tek Allahu ditën e Kiametit. Sepse pushtetarët e tillë kanë bërë zullum plot muslimanëve në këtë vend. Dhe ai i cili e kanë bërë gjallë, kanë ndihmu, ka kontribu që zullumqtarët e tillë të jenë në pushtet, do të përgjigjet tek Allahu. Do të japi llogari për zullumin që i është bërë dhe të tjerëve. Sepse është pjesëmarrës, është përfshirës në një çështje të tillë. Normalisht mund të ketë edhe përjashtime, kur je imponuar, je i detyruar,
Je me të vërtet i detyruar. Dëmtohesh me të vërtet. Jo thjesht për të kërkuar karrierë, për të pasur karrierë, i përfitim personal. Ja, tu se i detyruar. Apo është motra ime, është vllai im, është shoku im, është kushurini im këtu hajde. Ja. Edhe nuk duhet diçka e tillë. Një tjetër shenjë e kiametit që përmend profeti alayhi salatu wassalam është shtimi i shkrimit. Në kohën kur profeti alayhi salatu wassalam përmendi një çështje të tillë, tek arabët dominonte analfabetizmi. Nuk dinim, pjesa dërmuese e popullatës nuk dinte as shkruante as të lexonte. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam inna bayna yaday as-sa'a dhuhurul qalam. Dhuhur al-qalam, para kiametit do të shtohet lapsi. Kuptimi me lapsin thon dietarët shkrimi. Dhe sot shkrimi është kudo. Njerëzit arrin të shkruajnë sot jo vetëm me laps, me duart e tyre, por edhe me gishtat e tyre. Por edhe me fjalët e tyre. E thot dhe me anë të teknologjisë ajo kalon në shkrim, me njëherë tekstin. Kalon në tekst, fjala që ti thua. Njerëzit shkruajnë me dorë, në letër, në aparatet e ndryshme, kudo ku ti ikën, ke shkrime, gjen shkrime gjithande. Por dietarët thonë gjithashtu kjo përfshin edhe shtimin e librave. Shtimin e librave. Dhe sot njeriu lexon 2-3 libra, thotë pse mos baj dhe unë një libër, çka ka? Jaftë jam dhe unë, thotë. Shumë për tyre copy paste nga tjerët, merr atë, i futin mbledh me një renditje edhe emrin e tij, mashallah. Kam parë një libër fetar në gjuhën shqipe. 3 çereku i librit ishte marrë copy paste nga libri një dietari. Ndoshta edhe çereku tjetër, për 3 çereku në arrita dalloj unë. Fund fare ishte vënë ky emrin e tij i librit. Ishte vënë emrin e tij. Sigur tërë kjo punë, që ishte 3 çereku i librit, materialit, është punë shkencore e tij. Ka pas dietar, ka pas dhe ka, të cilët janë kompetent të shkruajnë libra, për shkak të diturisë së madhe që kanë, por thonë, mjaftojnë librat e atyre e dietarëve të tjerë. Kanë shkruar ata për çdo gjë, pse duhet shtojmë prap libra? Gjën të tjerë që libra vëlla. Që në kopertinë, që të parathania fillon dhe gjen pasaj gabimet gramatikore, drejtshkrimore e tjerë. Por këtu hynë edhe përkthimet, që jo pak herë janë të lenë për të dëshiruar. Njerëz të cilët nuk janë kompetent, mund di gjuhën arabe, mund ta di shumë mirë, por ka marrë ndërsi në shqip, ose mund ta di shumë mirë gjuhën shqipe, por ka marrë ndërsi në gjuhën arabe. Dhe fillon dhe përkthen libra, sidomos të dietarëve që edhe në gjuhën arabe kur flasin përdorin një stil të lartë, një stil poetik, pra që jo çdo kush mund të përkthej. I përkthejnë dhe nxjerr librin pastaj që me faqen e parë lodhesh kur fillon të lexon. Ndërkohë që ai është Ibn Qayyim për shembull. Po ta lexosh librin e Ibn Qayyimit, nuk të bëhet ta lëshosh në dora. Ja që të mban lidh mas vetes. Aq i ëmbël është libri dhe fjala e tij. Por kur e lexon ndonjëherë shifte disa përkthyes, lodhesh që me faqen e parë. Dhe nuk arrin të përfitosh apo të kuptosh cili është qëllimi i autorit, mesazhi i autorit, dobia e tjerë. Tjetër shenjë për cilën paralajmëroi profeti alayhi salatu wassalam, marrja e xhamive si rrugë. Thot në hadithin e tij, inna min ashrati as-sa'a an yamurra ar-rajulu bil masjid la yusalli fi rak'atayn. Në shenjat e kiametit është kur njeriu hyn në xhami, kalon atë dhe nuk fal 2 rekat. Ka për shembull xhami të mëdha. Mund të jetë për shembull në një treg, xhami e madhe. Vendi tonë ndoshta se ekzistojnë të tilla. Dhe ai për të kaluar nga një anë e tregut në tjetrën, hyn nga kjo portë e xhamisë, del nga porta tjetër.
Ndërkohë që xhamiat nuk janë vend kalimi. Profeti alayhis salam ndaloi që ti të kërkosh në xhami sendin tënd që të ka humb. Pse? Innal masajid lam tubna lidhalik, sepse xhamiat nuk janë ndërtuar për këtë gjë. Për çfarë? Për dhikrin e Allahut, faljen e namazit, madhërimin e Allahut. Apo siç janë shndruar disa xhamia për të ardhur keq në muze, ndalohet falja në to. Ose edhe mund të falen, por prapë muze vinë njerëzit hyjnë, bëjnë ca foto e tjera, sa bukur kjo, sa bukur ajo, edhe dalin ikin. S'është roli i xhamis. S'është funksioni i xhamis. Xhamia është për ibadet, për adhurimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe paralajmëroi për diçka të tillë profeti alayhis salam. Imagjinoni kur e ka thënë, dhe sa është aktuale diçka e tillë. Kush ka lëvizur për vendi islame, ka edhe mund të ketë hasur në diçka të tillë. Shtimi i gënjeshtrës. Gënjeshtra do të jetë e madhe. Nuk flasim këtu për fëmijët, por edhe nga njerëz që mund të jenë influencues tek të tjerët, mund të jenë pozitë tek të tjerët, mund të jenë ndikim, mund të jenë elitë e shoqërisë. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam se yakun fi akhir ummati unasun yuhaddithunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Në fund të ummetit tim do të vinë, do të shfaqen njerëz që do t'ju tregojnë juve gjëra të cilat si keni dëgjuar as ju, por as baballarët tuaj, as etërit tuaj, gjyshrit së gjyshrit tuaj. Kujdes për tyre. Kujdes për tyre. Dhe gënjeshtra këtu vëllezër përfshin edhe hadithin e profetit alayhis salatu wassalam. Si thotë në një thënie të tij nga një prej sahabëve të profetit alayhis salatu wassalam, Ibn Mas'udi, që thotë, shejtani ndonjëherë merr pamjen e njeriu, thotë, dhe shkon te disa njerëz dhe u tregon atyre hadith, u flet, u tregon atyre hadith apo diçka tjetër, që është gënjeshtër. Ata e marrin të gjë, e besojnë, dhe kur ndahen nga njëri tjetri u atregojnë të tjerëve. Dhe kur u duhet të përmendin se kush e tha, thonë, e pam fytyrën, por se dim kush është. E pam fytyrën, por se dim kush është. Thonë dietarët, kjo fjalë Ibn Mas'udi që ka gjykimin e hadithit profetit alayhis salatu wasallam, sepse ka të bëjë me diçka që është gajb e fshet, tregon se shejtani ka luajtur rol në përhapjen e haditheve të trilluara, të shpikura, maudhua. Por gjithashtu, hadithi i parë që përmendëm përfshin edhe bidatçint. Përfshin edhe njerëzit që interpretojnë fenë sipas arsyes së tyre, pa u bazuar në Kur'an dhe Sunet. Çdo kush që vjen me një bidat ka gënjur. Patjetër që ka gënjur. Çdo kush që e interpreton fenë pa u bazuar në Kur'an dhe Sunet, jep fetva, jep gjykime fetare, pa bazuar në Kur'an dhe Sunet, ka gënjur. E pranon se pranon ai? E bën me të niyet apo jo ai? Faman adhlamu mimman iftara ala Allahi kadhib. Thot Allahu subhanahu wa taala, e kush është më mizor se ai i cili flet gënjeshtër për Allahun? Përmend një gjykim fetar, është halal apo haram, lejohet apo s'lejohet, e pëlqyeshme apo jo? Gabim, gënjeshtër, au kadhaba bi ayati, apo gënjen për ajetet e tij. Innahu la yuflihu adh-dhalimun. Allahu nuk i shpëton dhalimunët, zullumqarët. I etiketoi si zullumqar dhe u premtoi atyre se nuk do të shpëtojnë nga dënimi i tij. Dhe gënjeshtra në fe është gënjeshtra më e rëndë, sepse pasojat e saj janë më të rënda. Pastaj, sipas ndikimit që ka tek njerëzit e në çështjet e tjera. Përhapja e dëshmisë së rreme, pra do të jetë në mas.
do bëhet normale. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, inna bayna yaday as-sa'a shahadatu az-zur wa kitman shahadatu al-haq. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, vërtet para afërsisë së kiametit do të përhapen dëshmitë e rreme dhe fshehja e dëshmisë së vërtetës. Kjo përfshin si në gjykat, si kur kërkohet dëshmi në një institucion tjetër, në shkollë, në vendin e punës, për shembull ka ndodhur diçka, duhet t'japësh dëshminë tënde, apo në një rreth tjetër shoqëror, apo në një rreth tjetër të njerëzve, të një kategorie të veçantë, të duhet të japësh dëshminë, rren njeriu. Edhe e fshet vërtetën, nuk e pash thot. Ai e ka parë, nuk e di thot, ai e di. Nuk e bërën, ai e ka bërë. Nuk është ashtu, ndërkohë që është ashtu, e tjerë. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, wala taktumu ash-shahada. Wa man yaktumha fa innahu athimun qalbu wallahu bima ta'maluna alim. Dhe mos e fshini dëshminë e vërtetë. Mos e fshini. Dhe ai i cili e fshe atë, është gjunafçar me zemrën e tij. Pra zemra e tij është gjunafçare. Dhe Allahu është i ditur për atë që veproni. Kërcënim. Kjo pjesë e fundit e ajetit kuranor, kërcënim. Pra Allahu e di që ti po gënjen, kujdes. Nuk duhet diçka e tillë. E fundit, për sot, për jo nga shenjat e kiametit, vdekja e papritur. Do të përhapet në masë. Dikur ka qenë rrallë, të vdisë njeriu nga ataku kardiak për shembull. Por do të vijë një kohë, nga shenja që tregojnë afërsinë e kiametit, do të bëhet diçka e zakonshme tek njerëzit, pra nuk do të habitet më kush, si iku filani, papritur. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, inna min amarati as-sa'a an yadhhar mautul faj'a. Nga shenja që paraprin kiametin është vdekja e papritur. Vdekja e papritur. Dhe ne mund të jemi pasur në familjet tona, në farëfisin tonë, shoqërinë tonë, njerëz që para disa orësh jemi qëndruar me ta, kur vetëm mësojmë që është larguar, ka ndruar jetë. Ai nuk ishte as i sëmur, apo mund të jetë një sëmur, por jo në atë gjendje, jo në atë grad, vdes. Por këtu hyjnë edhe aksidentet, thonë dietarët. Aksidentet e makinave, aksidentet me avion, aksidentet në punë, pra vdekjet papritura. Pra nuk është që është dikush i sëmur, apo tepër i thyrë në mosh, i lasht, si njëri dhe pritet nga moment. Ja. Por, njëri që si ai si të tjerët e mendojnë vdekjen larg për të. Ndërkohë që ajo është më afër se robja me trupin tonë. Ka më të afërt? Që ngjit me trupin, vdekja më afër. Wallahi një moment mjafton. I moment i vogël është ai që të ndan përfundimisht nga kjo botë. I moment i vogël, praf, iku. Prandaj profeti alayhis salam ka porositur që gjithmonë ta përkujtojmë vdekjen. Shumë nga ne mendojnë vdekjen sikur ka kohë për të. Apo sikur ai do të jetë në shtrat, në shtëpinë e tij me të afërmit e tij aty që përpiqen ta qetësojnë, do të ketë kohë të bëj tobe, do të ketë kohë të bëj istighfar, do të ketë kohë të bëj një punë të mirë, të japi sadaka e tjerë. Jo. Kjo është gajb. Ky kader është gajb, ne nuk e dim. O ma tadri nafsun madha taksibu ghadan, o ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut. Thot Allah subhanahu wa taala, dhe njeriu nuk e di se çfarë do të veprojë nesër, çfarë do t'i ndodh nesër. Mund të jetë ai plani 1, 2, 3, por të papriturat e vërteta nuk i di akoma. Dhe se në të shtorë, në të zhvend do të vdes. Ti shkon në një vend që të rrezikohet jeta, nuk vdes. Hyn në shtëpinë tënde që është vendi më i sigurt për ty, vdes. Aty ku je më i sigurt, vdes. Allahu na ruaj. Elusim Allahu në Azza wa Jall, na shtoj diturinë në fenë e tij, na ruaj neve nga fitnet, ato që i njohim dhe ato që nuk i njohim. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.